Normalisht nuk është momenti më i mirë sepse në një harë kohor të një javët ardhën dy hupje, si eliminimi me Dinamon edhe hupja me Elbasanin. Edhe mund ndikojnë tek pjesa psikologjike, por gjithsesi jena mundu me lan pas këtë hupje dhe më fokusu te neshit e radhës, sepse e dim që asnjë gjë s'ka marrë, jena në lojë fuqishëm edhe duhet që me do mos të marrim 3 pikë ditën e nesërme që të rikthejmë moralin dhe të kthejmë entuziazmin tek ekipi. Të them vërtetën, këto janë neshe që detajët bëjnë diferencën. Nesha me Dinamon ishte neshe ndoshta për barazim ndër shtesës. Ekipi që do të gabonte më pak do të fitonte. Nolli një gabim i Joni, një mungesë vendosit në ato momente, ardhi dhe goli Dinamos dhe u eliminume. Ndërsa nesha me Elbasanin, ne kishim përgatitur besoj mënyrën e duhur, ta e filluam me mënyrën e duhur. Vetëm ato momentet e para na mungoi vetëm goli dhe po shikosh vetëm në rast që po atë Elbasani ardhi goli tyne. Pastaj normalisht nesha merr rehat tjetër, sepse po shkonin 1-0 për ne do kishte krejt rehat tjetër. Gjithsesi ajo neshe iko, do ta harrojmë sa më shpejt, sepse po shikosh atë statistikat, kemi luajtur shumë më mirë, kemi bërë 20 gjujtje në port, ndërsa kundërshtari ka bërë 4 gjujtje dhe ka shënuar 3 gola. Ndërsa ne 20 gjujtje dhe kemi shënuar vetëm 1 gol. Gjithsesi nuk ka vend për zhgënjim, nuk ka vend për mërzitje, sepse kemi 3 ndeshje në një harë kohor të një javët dhe pastaj kemi edhe Final Fourin. Që nga fillimi i kampionatit deri tani kemi luajtur vetëm, do të vazhdojmë të lozim vetëm. Nëse do të martojmë titullin kampion, do ta marrim titullin kampion. Pa i thënë falenderës asnjë ekipi, sepse ne jemi vetëm fushën e lojës dhe për gjatë gjithë sezonit mendoj se kemi merituar që të jemi në krye tabelës, sepse kemi qenë shumicën e kohës në krye tabelës. Ndoshta herë pas here për gabimet tona apo për mungesë për qëndrimit e kemi humbur vendin e parë, por gjithsesi jemi në lojë për vendin e parë. S'na intereson ekipet tjera, s'na interesojnë nëse ekipet tjera bëjnë llogari. Ne jemi në lojë për 9 pikë dhe nëse i marrim këto 9 pikë, jam i sigurt që do të jena në vendin e parë dhe shkojmë në Final Four me një motivim krejt tjetër dhe me një moral krejt tjetër. Besoj se gjithsesi nga çunat duhet bëjnë të japin maksimumin që këto neshje të gëzojmë pikë sporit vetin tonë, familjet tona dhe këto tifozat mrekullueshëm që meritojnë të gëzojnë pas shumë vitesh.